Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të folur për disa hamendësime, për disa aludime. Tani të qenurit figurë publike, të qenurit personazh publik, lëvizjet, shkrimet që bëhen në për story, shkrimet që bëhen në për Instagram, ndikojnë menjëherë tek publiku dhe publiku me patjetër, kur nuk ka asnjë lloj argumenti tjetër përposa ati shkrimi, ka të drejtën të hamendsoj, ka të drejtën të aludoj dhe ka të drejtën të krijoj skenare qofte edhe të paqëna. Sara Gjordeni Idrizi dhe Bardhi Idrizi, apo Sara Nikol Idrizi, ashtu siç e ka në Instagram emrin. Sara dhe Bardhi janë një çift që lidhjen e tyre e krijuan brenda shtëpisë së Big Brotherit. Në fakt nuk ju desh shumë kohë për të shprehur emocione për njëri tjetrin, nuk ju desh shumë kohë për t'i treguar dashurinë njëri tjetrit, nuk ju desh shumë kohë për të krijuar besim te njëri tjetri. Sara dhe Bardhi për një periudhë shumë të shkurtër, ndoshta Bardhi nuk u fokusua fare në lojë, por u fokusua te dashuria. Do të thënë nëse Bardhi ka fituar Big Brotherin, e ka fituar në aspektin e dashurisë. Sara Gjordeni, në momentin që Bardhi e la shtëpinë për arsyet e veta që e mbani mend shumë mirë, në të njëjtën kohë e la dhe Sara, e cila nuk dëshironte që të ndjekën rrugtimin e lojës për ta çuar deri në fund të ëndrrën e saj, për të quajtur finaliste etj. Ajo përzgjodhi që të shkojë drejt dashurisë, të shkojë drejt Bardhit, të udhtoj drejt Kumanovës për të takuar familjen e tij dhe për të vazhduar jetën me Bardhin. Me patjetër që familja Idrizi e priti me shumë ngrohtësi, e priti me tepër dashuri, edhe pse atëherë kishte thashë theme nga më të ndryshmet, mua më vjen shumë keq. Sara dhe Bardhi janë dy personazhe që u goditën pafund, domethënë shqiptarët janë banin zhagun Bardhi duke i thënë pse e merr këtë gocën. Kjo goca ka qenë kështu, ka qenë ashtu. Domethënë kjo është e tmerrshme. Dhe kjo aty e treguam ne se çfarë lloj njerëzish jemi, kur Sara domethënë në Goca dhe Gra ka treguar që edhe kërcënime ka pas për gocën, për ne o Zoti i Madh, domethënë çfarë njerëz jemi ne. Ne jemi njerëz që jemi aq të lig shpirtërisht, saqë për të dëmtuar tjetrin ne jemi në gjendje të bëjmë gjithçka. Por nuk e dim që dëmtohemi vetë. Por për të mos ia kujtuar çiftit këto gjërat, sepse unë e di që videot bëhen shumë viral dhe i shikojnë dhe vetë protagonistët, Sara dhe Bardhi vazhduan jetën e tyre shumë të lumtur. Bardhi nuk pyeti njeri, por pyeti zemrën e vet. Dhe normalisht kur dëgjon zemrën, je i lumtur me atë që e don. Dhe pikërisht Bardhi dhe Sara janë tepër të lumtur bashkë. Tani, portalet ROS, mediat ROS, për të fituar klikime, shkruajnë tituj gjigant siç ky titulli që e kemi vënë ne. Domethënë këtë titullin e kemi marrë nga portalet ROS për ta sqaruar sot me ju. Sara ka shkruar një postim në Instagramin e saj, ju e shikoni postimin, është ky story që Sara thot që për një periudhë unë dua të largohem, mos kem asnjë lloj kontakti etj. Dhe këtë nuk e thot për Bardhin, por e thot për komunitetin me të cilin Sara e ndan jetën e saj, e ndan ditën që do të thot janë ndjekësit e Instagramit. Domethënë Sara ka marrë një lloj stresi, ka marrë një lloj sikleti, sepse të qenurit shpesh aktiv në rrjetet sociale, të krijon një lloj energjie negative që ndoshta ke nevojë pak të rish larg, edhe të qetësosh veten për të nisur me pozitivitet ditët e tjera. Dhe pikërisht shtrëmbimi i këtij lajmi, siç janë shtrëmbëruar shumë lajme të tjera për artistët shqiptar, e ka sjell këtë fenomenin sikur mes Sarës edhe Bardhit ka një krisje. Bardhi shkriheshte në sytë e Sarës. Unë domethënë kam marrë informacione edhe brenda familjes Idrizi, marrëdhënia shumë e mirë e Sarës edhe Bardhit, janë një çift ideal. Bardhi e do shumë, Sara i do shumë, familja e Bardhit janë shumë të lumtur që kanë Sarën në krah si nuse, domethënë përpos që është një vajzë e mrekullueshme, e respektueshme në maksimum, por është një vajzë edhe me shpirtin shumë të mirë, sepse Sara vjen nga një rrugë që
tregoi domethënë jetën e saj që ka vuajtur shumë dhe në qoftë se Sara kishte nevojë në jetë, nuk kishte nevojë as për makina, as për apartamente, as për asgjë, kishte nevojë për dashuri. Dhe fiks me Bardhin Sara e ndërtoi këtë gjën e madhe. Domethënë marrëdhënia mes Sarës edhe Bardhit është marrëdhënie shumë e mirë, por unë patjetër që kam një lajm para vetes mbi të cilin unë duhet ta lexoj dhe t'ju jap juve informacionin përfundimtar. Një njoftim i papritur ka habitur ndjekësit e ish banores së Big Brother VIP Albania Sara Gjordeni. Është dramë e madhe, e shkruar. Në një postim në rrjetet sociale, Sara ka ndarë një mesazh që ka hapur shumë pikpyetje. Ajo ka bërë të ditur se për një periudhë të pacaktuar do të jetë më pak aktive. Do me thënë, do të jetë më pak aktive në Instagram, jo me Bardhin. Një vendim që si pasaj vjen në një moment reflektimi, qetësie dhe kërkimi të brendshëm. Në fjalët e saj që shumë i kanë cilësuar si të ndjera dhe të thella, Sara shkruan se natyra njerëzore është e tillë që paqe gjen vetëm tek qetësia. Dhe kjo gjë vjen nga gjëra që domethënë të vinë në jetë dhe është një moment kur ti don të jesh larg të gjithëve dhe dëshiron të gjesh paqe, dëshiron të jesh vetëm qetësi, thjesht të marrësh qetësinë të cilën ti e kërkon, duke mos patur asnjë lloj ndërhyrje nga askush. Dhe Sara këtë gjë kërkon, domethënë jo nga Bardhi, nga jeta e saj publike që e ka lodhur. Një frazë që duket se fshesh shumë më tepër se sa një pushim i zakonshëm nga rrjetet sociale. Por çfarë po ndodh me Sarën në të vërtetë? Kjo është pikpyetja e madhe. A është kjo një periudhë e vështirë emocionale? Pikpyetja tjetër. Apo ndoshta një moment i kthesës në jetën e saj personale dhe profesionale? Kjo është pikpyetja tjetër. Me patjetër që Sara dëshiron qetësinë, Sara ndoshta dëshiron të përkushtohet përfundimisht në aspektin shpirtëror pozitiv neas vajzës së saj dhe normalisht dëshiron që të rrisë sa më larg mediave. Ajo vetë ka theksuar se nuk do t'jepi intervista dhe nuk do t'ju përgjigjet pyetjeve dhe se dëshiron vetëm mirëkuptimin e ndjekësve për këtë hap që e quan të rrallë për të. Në rrjet fansat kanë reaguar menjëherë. Disa e kanë mbështetur duke i uruar forcë dhe qetësi, ndërsa të tjerët pyesin në heshtje. Mos vallë diçka e rëndë ka ndodhur, apo thjesht Sara po zgjedh të rikthehet tek vetvetja larg zhurmës së botës virtuale. Që domethënë kjo është pak më e kapshme sepse nuk është e lehtë të jesh 24/7 në qendër të vëmendjes, në qendër të ndjekësve, në klikime, në lajka, në thashetheme për ty, gjithë bota merret me ty realisht. Dhe për Sarën normalisht ajo energjia e gjitha transmetohet dhe krijon, domethënë mbushje shpirtërore që njeriu ka nevojë edhe qetësohet. Dhe pikërisht Sara siç duket ka zgjedhur këtë, por nuk do të thotë që kjo ka bërë shkatërimin e marrëdhënies së Sarës edhe të Bardhit, është mëse normale që njeriu ka nevojë për qetësinë dhe besoj që Bardhi në këtë rrugtimin e mirë kupton Sarën për këtë që Sara ka përzgjedhur sepse është punë femrash, është botë femrash, domethënë janë çështje hormonale që tek femrat ndikojnë. Në një kohë kur çdo detaj i jetës së personazheve publike shpërndahet brenda sekondash, ky vendim për të heshtur dhe për t'u larguar duket më i guximshëm se kur. Realisht duhet të kesh guxim për të bërë këto gjëra. Ndoshta Sara Gjordeni po na kujton se përtej ndjekësve, dritave dhe famës, ekziston një nevojë që shpesh harohet, nevoja për paqe, reflektim dhe frymëmarrje. Nëse kjo është e thjesht një pauze përkohshme apo fillimi një faqe të re në jetën e saj, mbetet për t'u parë. Por një gjë është e sigurt, ky largim i heshtur ka ngritur më shumë kuriozitet se sa çdo postim tjetër që Sara ka bërë ndonjëherë. Tani, unë dua të marr mendimin tuaj. Përfundimisht domethënë, si e shikoni ju këtë largim të Sarës?